Sektori për punë të brendshme në Shkup ngriti kallëzim penal ndaj 4 personave në lidhje me aksidentin e djeshëm rrugor në rrugën Fronti Popullor në Shkup rreth orës 11:30, në të cilin një automjet udhëtarësh Passat me targa të Shkupit i drejtuar nga SS 18 vjeç nga Shkupi goditi LJ 79 vjeç nga Shkupi, e cila ndëroi jetë nga lëndimet e pësuara, ndërsa shoferi me automjetin iku nga vendngjarja. Me njëherë pas pranimit të informacionit për rastin në fjalë, nënpunësit policor ndërmorën masa dhe veprime për gjetjen e shoferit dhe automjetit. Përmes kamerave të qytetit i sigurt dhe verifikimeve të mëtejshme të kamerave të objekteve përreth, si dhe deklaratave të dëshmitarve, është konstatuar se bëhej fjalë për një automjet udhëtarësh Passat me targa të Shkupit, pronë e BS 45 vjeç nga Shkupi, i drejtuar nga djali i tij SS 18 vjeç. Automjeti u gjet para shtëpisë së pronarit, ndërsa aty është hasur SS 69 vjeç, i cili u dërgua në stacion policor dhe u zhvillua një bisedë zyrtare me të. Është konfirmuar se shoferi SS 18 vjeç dhe babai i tij BS 45 vjeç me ndihmën e SHP 45 vjeç dhe AJ 53 vjeç nga Shkupi u larguan nga shteti gjatë ditës së djeshme. SHP dhe AJ janë privuar nga liria dhe ndaj tyre është ngritur kallëzim penal në prokurorinë në Shkup për veprën e kryer penale, ndihma e dhënë kryesisht në veprën e kryer penale, sipas nenit 365, paragrafi 2, në lidhje me nenin 300 dhe 301 të kodit penal. Ndaj shoferit SS 18 vjeç është ngritur kallëzim penal për krime të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion, sipas neni 300, paragrafi 2, në lidhje me nenin 297, paragrafi 1 të kodit penal, dhe për mosdhënie të ndihmës së personit të lënduar në aksident rrugor, sipas neni 301, paragrafi 2, në lidhje me nenin 300, paragraf 2 i kodit penal, dhe po merren masa për gjetjen e tij dhe gjetjen e BS. Ndaj të 2 personave është lëshuar urdhër arrestimi, ndërsa u gjetën automjeti Passat, me të cilin është goditur gruaja, dhe automjeti Mercedes, me të cilin SS dhe BS janë larguar nga shteti, dhe të 2 automjetet janë sekuestruar në stacion policor dhe është njoftuar prokurori publik për procedim të mëtejshëm.